Emisioni Opinion nuk është transmetuar dje në mbrëmje në orën 22 si rrallë herë në këto 29 vite, kur gjithmonë është transmetuar në ditën dhe në orën e tij të caktuar. Në fakt, ka qenë një gabim i televizionit Klani, i cili duhet kishte sqaruar që në mëngjes që emisioni Opinion dje, si në raste shumë të rralla, nuk do të transmetohej për t'i hapur rrugë topit të artë, spektaklit i cili pritej të ishte pak më i gjatë. Ndërkohë, sot në mëngjes Klani nuk e ka bërë këtë dhe sot në mëngjes jam zgjuar me shumë mesazhe, me teori konspirative, me pyetje, madje edhe me disa statuse në Facebook të bëra forward në cilat thuhet që emisioni Opinion ka qenë i regjistruar dhe nuk është lejuar të transmetohet sepse ka pasur çështje mballuku apo ka pasur një video shumë sekrete të ballukut me gjyqtarët e gjykatës kushtetuese. Nuk është e vërtetë, po ja sqaroj me dy fjalë. Dje ishte topi i artë nuk diej kur mbaronte, mund të kalonte orën 22 dhe unë nuk pranova që të hyj në emision përtej orarit caktuar, pra me vonesë. Duhet hyja vetëm në orën 22. Kjo ka qenë dakordsuar që në paradite, emisioni nuk është regjistruar, nuk është bërë fare gati, sepse zakonisht emisionet janë 99% live, dhe për këtë arsye, unë sot kam anulluar udhëtimin në Kushëvel ku duhet ndiqja gara dhe Lara Kulturit dhe do të jem në studio për të bërë të njëjtin emision që kisha planifikuar dje me të njëjtët persona. Nuk ka asnjë teori konspirative, nuk ka lidhje as me arrestimet e sotme, as me çështjet që janë bërë publike para pak minutash, është thjesht një keq kalkulim i kohës dhe një banalitet shqiptar dhe padyshim një gabim i Klanit që duhet të kishte njoftuar që emisioni nuk do të transmetohej dje. Kaq është, ndiqni sot 22.